CHI Po. podcast. Loja quhet mos u mendo Adriatik, zgjidh një nga dy opsionet pa u menduar fare, okay? Po. Vetëm më Kafe- bëshin ku. Patjetër. Kafe, e nisëm. Kafe apo çaj? Çaj. Aurela Gaçe apo Fatmira Breçani? Aurela Gaçi. Kola apo Fanta? Fanta. Fasule apo thjerza? Fasule. Roma apo Bizanti? Roma. Trump apo Biden? Asnjëra. Elon Musk apo Jeff Bezos? Bezos. Akullore apo çokolata? Akuore. Edhe fundit Berati apo Gjirokastra? Berati. Bravo. Adriatik, tashi, un kam një pyetje. Këta tipa që ta ngatrojnë emrin lart e poshtë për të televizioni ose më saktë mbi emrin, mendon se e bëjnë me qëllim apo janë vërtet të paditur ose u merret goja? Po ka pak rëndësi, domethënë është e ulët që ti deformosh dikujt mbi emrin, se te emri hajde te, po mbi emri nuk është i personit. Mbi emri është një entiteti më të gjerë, është i fisit, është i origjinës, është. Pra mbi emrin Lapa e mbajnë, ku di unë, qindra njerëz. Merru me Adriatikun, se Adriatiku është individi, kurse mbi emri është një shumatore shumë e madhe, mos u merr me mbi emrin. Kjo është ide. E kuptoj. Unë personalisht jam shumë i kujdesshëm me mbiemrin, sepse mbiemri është trashëgimi e një grupimi shumë më të madh se sa individi. E kuptoj, qartë. Adriatik, çfarë është për ty e drejta? E drejta është baza mbi të cilin duhet të funksionojë një shoqëri. Është e vetmja gjë që në gjykimin tim njeriu e bën të jetë një qenie superiore në raport me gjithçka e rrethon. Drejtësia është një dhënë që vetëm qeniet inteligjente duhet e zotrojnë. Kjo është të paktën aq sa ne njohim. Po në përditshmërinë tënde, domethënë, si e dallon ti se çfarë është e drejtë? Subjektive është pastaj. Çdo njeri ka këndvështrimin e vet të së drejtës, po për mua e drejtë është ajo që ndërgjegjen time e bën të mos fillojë të pulsoj. Domethënë, për sa kohë ndërgjegja nuk fillon të më bëj pyetje, do të thotë që kam bërë gjën e drejtë. Ne kuptoj. Adriatik, mendon se njerëzit mund të motivohen ose më saktë është i vërtet motivimi apo thjesht duhet gjejmë njerëz që kanë energji vet? Të dyja qëndrojnë. Domethënë, motivimi për mua është shumë i rëndësishëm. Funksionon, por duhet që të ketë dhe vendin dhe energjinë e vet personi cilin ti duhet motivosh, domethënë duhet jetë baruti pa lagur me pak fjalë që të ndes. E kuptoj. E kuptoj. Si gjithmonë e vërteta që diku në mes. Shiko, në Romën e lashtë statusi diktator në fakt nuk ishte aq negativ sa ishte sot, ishte një status 6 mujor që jepej dikujt për të kaluar një lloj krize. Nëse do kishe një status diktator i stilit romak për Shqipërinë për 6 muaj dhe vetëm 6 muaj, cilat janë 3 gjërat që do bëje direkt? Domethënë, ka ardhur dervon kjo që thatë ju, edhe me Bolivarin, ai u vetë shpall diktator sepse diktator konsiderohej si njeriu që zbatonte vullnetin e popullit për të bërë drejtësinë e popullit. Para në atë këndvështrim, cila do ishin 3 gjërat që do të bëja? Po. E para, do bëja çdo gjë sa i takon arsimit. Domethënë, edhe deri në imponim arsimin, sepse e konsideroj si të vetmen rrugë për të dalë nga errësira dhe nga shpella të çdo shoqërie, për të dalë nga mjerimi. E dyta, luftë pa kompromis ndaj krimit të organizuar që cënon rendin dhe sigurinë e jetës sonë të përditshme. Dhe këtu do isha i pa kompromis, shumë i ashpër. Dhe e treta, do bëja çdo gjë sa i takon vendeve të punës. Domethënë, do imponohesha fuqishëm për hapjen e vendeve të punës, sepse unë besoj te ekonomia prodhuese dhe jo te asistenca e mjerimit e quaj unë. Pra ti mbash njerëzit me nga një thërrime për të mbijetuar, domethënë ne njerëzit duhet i bëjmë të punojnë. Duhet i bëjmë që të
vetë mbahen, vetë financohen përmes punës së tyre, sepse asistencat gjithmonë duhet jenë korrektuese, jo standard jetese, jo mënyrë jetese, si më. E kuptoj. E kuptoj. Me që jemi të këto vendet e punës, në këtë vrim që jemi futur ne tani gjithë si kom, si mund të hapen vendet e punës në Shqipëri? Po ka pafund mënyra. E para njerë duke e çliruar biznesin e vogël nga barra tatimore dhe nga lufta e pa kompromist edhe e pa drejtë që i bëhet nga ata që shfrytëzojnë punën e shtetit për bërë rishfet, korrupsion, për shembull. Ne sot hapjen e biznesit dhe aplikimin e biznesit e kemi një gjë shumë të vështirë. Përse? E para njerë se sa hap qepenit vjen ai edhe thot taksat tatimet, pa e hapur akoma. E dyta sepse një pjesë e madhe e tatimorëve në vend të vinë aty për të luftuar informalitetin, vinë aty për të marrë kafen. E treta sepse krimi ka zotruar një pjesë të madhe të qyteteve tona dhe zonat më të mira ekonomike dhe ti jenë hall tënd, po ndërkohë ai vjen edhe të thonë, shikon, ne do kujdesemi për sigurinë tënde. I thua ti, po s'dua siguri, se unë i sigurt jam. Dhe të nesmen ti e gjën dyqanin të thyer, të vjedhur apo të djegur, për të marrë mesazhin që shiko se duhet paguash këtu. Dhe në këtë drejtim unë mendoj që ka shumë për të bërë. Së pari, ky është dhe vizioni ynë sa i takon ndryshimit, ne na duhet që t'i bëjmë shqiptarët e zakonshëm, pra njerëzit që të vetë punësohen. Dhe për këtë arsye duhet ta lirojmë shumë pjesën e barrës fiskale dhe duhet që të luftojmë informalitetin duke u bërë shumë të thjesht njerëzve të punës që të futen në binarët e shtetit. Ndaj ne kemi parashikuar që për një periudhë jo të vogël, të përjashtojmë nga detyrimi për të paguar tatim mbi fitimin, bizneset me xhiro deri në 200.000 euro në vit, pra rreth 20 milion lekë të reja në vit, për të krijuar mundësinë që çdo familje që vetë punësohet me një restorant, me një punishte, me një profesion caktuar, të mund të vetë financojë cilësinë dhe rritjen e cilësisë së jetës së vet. Një familje që bën 200.000 euro në vit xhiro me biznesin e vet, gjeneron diku te 65 deri në 75.000 euro fitim. Përpjestuar kjo me numrin mesatar të familjes shqiptare sipas Instatit, që është 3.1 banor, ne do arrinim të çonim të ardhurat për njerëzit e punës, për ata që sakrifikojnë, diku te 24-25.000 euro në vit për frym, dhe kjo do të kapte standardet e vendeve të tilla si Greqia e me radhë, dhe do të ishte një indicje shumë e mirë që njerëzit të mos iknin më në emigrim, përkundrazi të ktheheshin atë. Nga ana tjetër kjo do të rriste shumë konsumin, sepse qytetarët që do të fitonin, do të konsumonin më shumë të mira. Për shembull, do blinin një shtëpi më të mirë, një makinë më të mirë, do hapin një biznes tjetër, do paguanin një siguracion jete apo shëndeti më të mirë, do hanin më mirë, do visheshin më mirë, do shkohoheshin më mirë. Të gjitha këto do të rrisnin konsumin në tërësi. Rritja e konsumit bën që ekonomia të lulëzojë. Pra, konsumi i madh bën që biznesi i madh të shes më shumë. Do fuqi blerëse, nuk diskutohet. Eksakt. Ai që do shiste 200 xhipa në vit ta zëm, ajo kompani koncesionare nuk do shes më 200, po për shkak të rritjes fuqisë blerëse do shes 500, ose 400. Ai vërtet do fitoj më pak për njësi, po për shkak se shet më shumë do fitoj më shumë dhe ai biznesit të madh. Dhe për këtë arsye, ne parashikojmë që të gjithë reformimin e ekonomisë sa i takon krijimit të shtresës së mesme te ulja e barrës fiskale shumë, dhe për këtë kemi parashikuar përjashtimin nga detyrimet fiskale sa i takon tatimin mbi fitimin. Kjo do na bënte që të gjithë këta që sot punojnë në të zezë, ose ata që duan të kthehen atje po nuk kanë mundësi, të futen në skemë dhe të formalizohen. Që do të thotë, ato para që do fitonin do t'i çonin në bankë. Po futja e një kapitali kaq të madh në bankë, në vazhdimsi, do të bënte që të rritej likuiditeti dhe fuqia kreditëse e bankave. Kjo do të ullte normat e interesit, kjo do të rriste fuqinë kredituese në ekonomi. Një subjekt do shkonte do merrte kredi më të butë me interesa më të buta, shteti do merrte kredi brenda vendit s'kishte dilte për eurobonde me radhë. Të gjitha këto do të bënin që të qarkullonte ekonomia në rrugë formale dhe kjo do të rriste pastaj tatimin e vazhdueshëm për gjithë sektorët e ekonomisë dhe rritjen ekonomike të vendit. Spektakel. Adriatik, le të themi disa hafa mbrapa ose më saktë disa vite mbrapa. Është viti 2016, në mos gaboj unë, Adriatik Lapa është 18 vjeç. Apo? Do na bësh një biografi të vogël, të lutem, çfarë ka ndodhur nga viti 2006 deri në vitin 2023? Unë në 2006 në 2006 kam qenë në vit të 4, kam konkuruar për të ardhur në Fakultetin e Drejtësisë.
kam aplikuar për të maturë shtetërore për të fituar Fakultetin e Drejtësisë, jam shpall fitues, kam marrë në Tiranë dhe nga ai vit deri sot për asnjë ditë nuk kam dalur rritjen time profesionale dhe arsimore dhe aktivizmin tim në përditshmëri si aktivist i shoqërisë civile, si njeri që merret me politikë tashmë për të kontribuar që ky vend të bëhet më i mirë. Të paktën kështu e kuptoj. Domethënë, aktiviteti që prej mbarimit të fakultetit ka qenë në profesionin për cilin ke studiuar gjatë gjithë kohës. Prej mbarimit të shkollës, unë jam aktivizuar, kam bërë një master pastaj, të dytë, dhe kam filluar punën si avokat, pasi kam fituar provimin e avokatisë, jam licencuar, kam filluar punën si avokat, jam marrë kryesisht me sektorët e të drejtës civile, në fillim e kam nisë si penalist, pastaj jam tërheq nga penalet, jam marrë me civile dhe administrative. Kam bërë disa nga praktikat kryesore në vend që nuk ekzistonin në këtë vend sa i takon fushës së dëmeve në lidhje me shpërblimin e dëmeve për mos trajtimin në kohë dhe sasinë e duhur me ilaçe, për të mbyturit në det, personat që mbyten si pasojë e mungesës së rojeve të plazhit. Për këto kam bashkëpunuar edhe me kolegë të tjerë se kemi punuar si ekipe. Dhe praktika të shumta sa i takon personave me sëmundje të gjakut që nuk trajtoheshin me ilaçe, me radhë. Dhe besoj kam bërë punë të mira në atë drejtim. Ndërkohë që kam përfaqësuar si avokat 10 kauza të qytetarëve në të gjithë vendin, që nga zharza për prishjen e banesave që u ndodhte banorëve nga aktiviteti naftënxjerrës i Bankës Petroleum, te mbrojtja e lumejve në Fan Mirdit, te lufta dhe bashkëpunimi me aktorë të tjerë të shoqërisë civile në lidhje me betejën kundër importit të plerave, te kundërshtimi deri në gjykatë kushtetuese i ligjit për supergjobat tatimore, te lufta për të kundërshtuar dhjetëfishimin e tarifave vendore nga Bashkia e Tiranë, duke qenë përfaqësues ligjor i bizneseve të vogla, mbi 3000 bizneseve të vogla në Tiranë, dhe 10 kauza të cilat janë aq të shumta sa dhe unë kam humbur fijun e numrit tani. E kuptoj. Unë ta bëra këtë pyetje sepse pyetja që ndjekun mbrapa është një pyetje në fakt që besoj që e ke dëgjuar shumë shpesh, po e kam vënë që e injoron me të drejtën tënde. Një nga damkat më të mëdhaja, me apo bazament, unë nuk di ta vlerësoj që i bëhet gjithë rinjve, ty inkluziv, Endri Shabanit, Arlind Qorit e tjerë, është varësia nga i ashtu quajtëri oktapodi të gjithë botës që është figura George Soros. Si e përkthen ti këtë akuzë kundrejt figurës tënde? Absolutisht e pabazuar, është edhe një bullava një gur në lumi, tha ai, dhe 100 të zgjuar nuk e nxjerrin dot, po në këtë rast nuk është 100 të zgjuar, po bën mira të zgjuar që se nxjerrin dot. Un kam pas zero marrëdhënie me atë si person, kam pas marrëdhënie me fondacionin në fjalë, kam shpjeguar disa herë si avokat, si ekspert ligjor, që ka përfaqësuar çështje cilësore në gjykat për qytetarët e nevojë, dhe është absolutisht një legjendë urbane e cila nuk ekziston. Unë në punën time kam përfaqësuar lloje të ndryshme kategorish në aspektin civil kryesisht dhe administrativ, po dhe në atë penal. Puna e avokatit është si ti thuash një mobilieri pse vajte montove mobiljet e shtëpie filanit, apo një taksixiu pse transportove filanin, apo një mjeku pse mjekove filanin. Kjo është puna ime, për këtë kam mbaruar shkollën, se po të hysh të gjithë çështjeve të mia, dikujt si pëlqen që unë kam përfaqësuar një kategori të caktuar, dikujt tjetër një fondacion, dikujt tjetër një, po tani kjo është puna ime, domethënë, ose shoqëria të mblidhet me ligj në parlament, ta shkuqëzoj profesionin e avokatit dhe të mos e bëjmë, po dhe kjo historia që të rri unë mbaj përgjegjësi për gjysmën e planetit, sikur nuk shkon, domethënë është e pa drejtë. Jo, nuk është më shumë për përgjegjësi, është më shumë për kuriozitetin tim personal, por edhe Adriatik, unë e vëre në fakt që është edhe problemi i madh sepse hapen shumë këto ide të tilla, prandaj. Dëgjoj, zero është marrëdhënia në aspektin politik flas, sepse po ti që unë do e pranoja se ata që e kanë marrëdhënien e pranojnë me krenari, e ke parti. E kam parë, dalin në foto edhe qaf për qaf, prandaj. Po, domethënë se edhe të marr një cilësi që se kam, del ndonjë tjetër thotë, po pse hapesh kot, më kupton dikun? Dhe ti je i bindur ti që po të kisha një marrëdhënie në kuptimin
një mbështetje politike, ekonomike në këtë drejtim, absolutisht do e thosha sepse do e bëja me vetdije. Nuk kam se fshihen, por nuk është e vërtet. Unë kam punuar si avokat, e si tillë, unë mbaj përgjegjësi vetëm për respektimin e ligjit. Nëse unë kam shkuar për gjykata e prokuroria, e kam shuar lek edhe dikush e vërteton këtë, unë të shkoj në kokër të burgut, jo më të mbaj përgjegjësi morale. Por çështja është që s'mundet dikush të më kërkojë llogari pse ke përfaqësuar këtë e pse atë. Është jashtë çdo logjike. Patjetër. Doja të është një teori që imagjino mos të merresha unë me këtë që merrem, pse se thoshin këtë deri para pak 2 vitesh për shkakun. Shumë aktiv kam qenë në televizor tërkohës, në udhëheqjet protestave. Pse se thosh njëri ta krijonte si problem? Sepse Adriatiku ishte djali që ka një mendim të pavarur, del e thot edhe vendi merr nuanca demokratike, po nuk rrezikon kënd, s'merr vota. Tani që erdhi puna që kërcënohen te ajo gjëja e rëndësishme që kanë pushteti, tani dola unë djau i madh, po më fal, po atë zotrinë, unë e kam sjellë në Shqipëri. Unë kam bashkëpunuar si kryeminist. Unë kam një parim referendumi. Miratojmë ligjin për referendumet dhe unë them ta hedhim referendum çdo gjë. Çfarë doj populli. Kështu që jam shumë i qetë në këtë drejtim. Këto teoritë pastaj e kuptoj. Duke pasur në mend ato zhvillimet e fundit, kam vëre, sepse unë ndjek gjithë aktivitetin e trinjve politik, edhe Shqipëria bëhet, edhe ty personalisht, edhe vajzat që i kam pasur përpara në podcast. 2 probleme doja unë të qëmtonim pak së bashku, si nga ana personale, si 2 miq në një kafe. Ajo skena me lëvizjen bashk dhe Arlind Qorin dhe pjesëtarët e tjerë atje. Si vajhet deri atje nga këndvështrimi jot? Personal, shumë subjektiv, pa politik. Unë kam një natyrë që kam aq shumë punë dhe aq shumë ngarkesë, sa dhe sot bashkë e nisëm shumë më vonë se sa e kishim parashikuar këtë bashkëbisedim, sa nuk kam kohë të merrem edhe sikur nuk merrem me të tjerët, dhe nuk është se merrem bëj gjyqin e ndonjërit, të pyesa, të shaja, nuk merrem fare hiç. Unë e shoh angazhimin politik si një mundësi për të aplikuar idetë e mia dhe të grupit që jam në ekip. Dhe për këtë arsye, kur nuk jam marrë duke të balë të njëri dhe tjetri, përkundrazi jam munduar të bashkëpunoj, po këtu ka një problem. O ka mungesë sinqeriteti, ose njerëzit ndërtojnë mure dhe e paragjykojnë tjetrin dhe pastaj krijojnë një realitet që nuk ekziston, thjesht e ndërtojnë në mendjen e vet, dhe mandej fillojnë edhe e konsiderojnë çdo gjë si armiqësore. Tani unë kisha 8 muaj që shtria dorën e bashkëpunimit, me idenë që faza në të cilën jemi është që njerëzit të bashkohen përballë ndryshimit që ka nevojë vendi. Nuk deshën, kanë arsyet e tyre, nuk ka problem. Që një aktivitet, një protest, që të dyja palët kishin marrë leje në të njëjtin vend, në të njëjtën orë, për të njëjtën kaos, dhe ne menduam që nuk që e rrugës që të bëheshin 2 aktivitete paralel në të njëjtin vend, se do ngjante shumë qesharake. Dhe shkuam aty, foli kryetari Njerëz Lëvizje, për reciprocitet shkova unë të merrja fjalën, meqense një pjesë e madhe e njerëzve aty ishin përfaqësues të lëvizjes tonë. Ndodhi një farë keq kuptimi, nuk më dha fjala, unë as ofendova, as shava në kuptimin personal të fjalës. U tërhoqa, ai ka bashkë me tjerë. Shiko, mirë, se i the pastaj edhe komunistët bëhen njerëz, domethënë Ajo është qëndrim ideologjik pastaj, nuk është sharje personale. Ajo lidhet me ideologjinë. Domethënë, personale do qetë ashaje për familje, për se je gjata, je shkurtra, je nuk e di në më. E kuptoj. Mendon se mund ta kishte menaxhuar më mirë? Ai është qëndrim politik që mu përforcua për shkak të një sjellje të tillë, domethënë, nuk kam ndonjë. I uroj secili, dëgjoj tikun. Unë nuk e di e ke ndjek apo jo, i kam bërë thirrje qytetarëve, i bëj dhe këtej. Shqiptarët nuk duhet votojnë ata që kanë sjellë Shqipërinë në këtë gjendje. Pastaj gjithë të tjerët, po s'u pëlqej ju, jepi. Të mos më votojnë mua, le të votojnë një nga këta të tjerë. Absolutisht ua them me gjithë shpirt këtë dhe i uroj më të mirën të gjithë këtyre që i konsideroj si pjesë e një brezi tjetër në politikë, dhe uroj që ta shohin politikën e së ardhmes si një mundësi desh
përplasje i desh, por dhe bashkëpunimi për ta nxjerrë Shqipërinë nga umi i baltës edhe i konflikteve, se po vazhduam ne si këta shkutim ka, unë kam një tip, shkova një herë, ndodhi ajo, nuk shkoj më. Nuk shkoj më. Të pyes për të vetmin fakt sepse nga ne që jemi shikuesa dhe konsumues të informacionit dhe të videove dhe çfarë qarkullojnë lart e poshtë, duke sikur kishte një mungesë komunikimi mes të dyja palëve, domethënë që të vim dhe ne, mos vim dhe ne, se ne pam dhe atë cirkun të opinioni kur u tha që jo po pse s'na vini edhe kur kemi ardhur. Edhe ndodhi pastaj që vajtet e ndodhi ajo që ndodhi. Kjo është fitore e madhe për ata zagarët sipër. Nuk dua ta shty më tej për shkak se këtu nuk ka një përfaqësues nga pala tjetër. Unë ta them me shpirt, të gjithë këtyre subjekteve i uroj më të mirat në këto zgjedhje, uroj që sa më shumë vot të mobilizojnë kundër një klase politike që i ka shkaktuar shumë dhimbje Shqipërisë dhe uroj që të kuptojnë që nuk e kemi luftën me njëri tjetrin, po e kemi me nevojën për ta ndryshuar Shqipërinë për nesër. Unë ndaj kam hyrë në këtë rrugë, nuk kam hyrë në këtë rrugë për rregull, kam hyrë në këtë rrugë për të kontribuar për të bërë një gjë më ndryshe. Pastaj duan të më shohin si rrezik apo armik, le të më shohin, kjo nuk më thot asgjë pas. Edhe një pyetje të fundit në këtë drejtim për njerëzit që të shohin si rrezik ose armik. Ku mendon se i rreh Gozda Agron Shej me akuzat dhe me atë duelin apo debatin, le të themi, që bët live? Nuk është modeli politik ajo që ndodhi, ajo që unë aspiroj dhe pres nga ky brez që ne synojmë. Nuk është ajo. Pse? Unë besoj te ligji. Nëse unë e kam shkel ligjin në ndonjë pikë, ta adresojnë te institucionet, por të kthehemi te koha e luftës së klasave, kë ke Dajo, kë ke Teze, kë ke Krushqi, kjo pastaj aq më shumë me të pavërteta, por nuk dua të merrem, dua të shoh përpara dhe realisht ta them, i uroj më të mirat secilit prej tyre. Nuk më kanë mua armik, absolutisht jo. Nuk jam unë armiku. Armiku është ajo që ka ndodhur këto 34 vite. Mund të ndodhë nesër të kemi debatet me njëri tjetrin, po sot nuk më kanë mua armik, sepse unë kam të njëjtat, nëse ata e kanë sinqert gjithmonë, kam të njëjtat shqetësime si ata për vendin tonë. Dhe në këtë drejtim, unë as jam marrë me familjet e ndonjërit, as të këtyre që e kanë sjellë Shqipërinë në këtë gjendje. As me fëmijë, as me gra, as me Krushqi, as me shoqëri, as me vllazëri, nuk jam marrë, nuk është ky modeli politik që unë aspiroj. Unë merrem vetëm me atë që kam përballë, me individin politik. Edhe me Ramën unë s'merrem se është Edi Rama. Merrem se është kryeministri i Shqipërisë, se po s'e kryeministri ç'pun kam unë me një njeri X apo Y. Pra unë merrem me funksionin publik. Në këtë drejtim, unë politikën e shoh si një mundësi i desh dhe uroj që kështu të shihet në të ardhmen nga të gjithë. Pastaj, nëse dikush më bjen qaf padrejtësisht, sigurisht që dhe unë do bëj reagimin tim, sepse nuk jam në këtë rrugë për të më shkelur me këmbë njëri dhe tjetri. Patjetër. Por kjo është. Duke u nisur nga ajo çfarë the pak më përpara për hallet e njëjta dhe problemet e njëjta që diskutoni. Ndjes. Keni ndonjë plan, dëshirë ose më saktë tashmë mund të kenë filluar negociata për të le të themi u bashkuar me të rinj të tjerë, por jo vetëm për të paktën për të hedhur këta që janë edhe për të vajtur një herë atje? Ne thuaj se kemi finalizuar me Nismë Thurje bashkëpunimin. Po. Dhe me një 2 grupime të tjera, të cilat do bëhen publike në këto ditë. Njëra është partia që është krijuar nga sektori kocentrave, që lidhet me jo vetëm kocentra, po dhe fasonerive të tjera, për që lidhet me profesionet e keq paguara në vende keq trajtuara dhe me subjekte të tjera. Ne po punojmë, po mundohemi të bëjmë më të mirën. Kjo jo si nevojë numrash, po si nevojë për të dhënë atë shembullin e një fryme bashkëpunuese, me aq sa mundem. Kështu që po punojmë në këtë drejtim. Ta thash edhe një herë, unë e shoh politikën pa stres. Do të thënë, e shoh si një mundësi që ne
të ofrojmë më të mirën. Pastaj janë qytetarët ata që e vlerësojnë, domethënë. Nuk është kjo punë me luftë, kjo punë është me ide. Dhe jemi aq të ngarkuar sa nuk arrim dot në gjithë destinacionet ku njerëzit na kërkojnë për takime dhe mundohemi të bëjmë më të mirë. Pastaj në zgjedhje qytetarët do ta ndajnë sa e vlerësojnë njërin, sa tjetrin, edhe cila është rruga që duan të ndjekin. Tek profesionet e keq trajtuara dhe keq paguara, un kam dy për zëmër. Janë sektori parë, sektori i ndërtimit, ku më bëj pjesë vet, edhe sektori i dytë është sektori i fasonerive, ku IMM bën pjesë. Unë i vëre që siguria në punë, kushtet në punë janë skandaloze. Keni ndonjë plan paraprak specifik, apo ja keni lënë palës bashkëpunuese dhe ju keni zgjedhur betejat e tjera? Ne kemi një plan të detajuar, kemi një program i cili publikohet pas kaq kohësh që po e shtym sepse kemi dashur bëjmë më të mirën, të dëgjojmë me njerëzit, realisht publikohet këtë javë, sot miratuam me dizenjon përfundimtare. Besoj desh nga njerëzit e parë që do të vi, sepse do kujdeset kolegja e kryesisë ekipit tonë qendror. Ka lezet. Që është edhe kolege juaja që keni një bashkëpunim me marrëdhënie më të gjatë. Ne kemi një program të qartë për këtë pjesë. Siguria e punëtorëve në punë është shumë e rëndësishme. Në Shqipëri fatkeqësisht jetës nuk ish kushtuar rëndësia e duhur. Jeta është trajtuar si një gjë probabiliteti. Të vret dikush se kalon, ti punon kamarier dhe ai vjen dhe të vret se ka asmëri me dikë tjetër, pa pikë përgjegjësie, merr jetën. Të shtyp dikush në rrugë se pi alkool edhe s'man asnjë përgjegjësi. Shkon në spital të bën një ilaç 27 që s'ka asnjë vlerë, po e sjellin aty se dikush duhet bëj para dhe s'man njëri përgjegjësi. Etcetera, e të tjera si thon me dhjetra formula e padrejta në këtë vend që marrin jetë. Këto ne duhet t'u japim fund. Si? Duke e kthyer jetën në fokus. Se kryeministri i një vendi nuk mund të jetë kudo në çdo kombë. Ja, jeti nesër, jam shteti. Ti s'mund të jesh dhe te stava e operimit që operohet njeriu, dhe në dogan ku kalon ai qytetari, dhe në rrugë ku është polici, dhe te inspektoriati i ndërtimit. Ti s'mund të jesh kudo. Nëse ne e bazojmë shtet ndërtimin te një individ, ai nuk mund të jetë kudo, sado i mirë dhe i aftë dhe dashamirës të jetë. Ne duhet fillojmë të ndërtojmë institucione dhe duhet të ndërtojmë kuadër ligjor që garanton pavarësinë edhe këtyre institucioneve dhe mirëpagesën e tyre. Është vetmja mënyrë për të ndërtuar një shtet normal. Një shtet që të funksionojë. Për shembull, po t'jap një shembull. Para disa vitesh në Belgjik qëndroi vendi 16 muaj pa qeveri. Nuk binin dakord se kanë dy grupe të mëdha ata. Po. Etnike le të thonjza, që nuk binin dakord me njëri tjetrin, dhe vendi qëndroi 16 muaj pa qeveri. Do ti që u rrit ekonomia më shumë se kur kishin qeveri? Çmenduri. Do të thënë, nuk patja, është e vërtet kjo, më verifikohet. Po pse ndodhi kjo? Sepse ata kanë arrit të ndërtojnë institucione që funksionojnë bazuar në ligj dhe jo në individ. Kështu që ajo që duhet të bëjmë në vendin tonë është të ndërtojmë institucione. Ndërtimi i institucioneve pastaj do fillojë dhe do t'i përmirësojë gjërat. Po si ndërtojnë institucionet? Institucionet ndërtohen jo sa herë vjen njëri në pushtet, heq dhe pastruset. Edhe çon vetët, nuk funksionon kështu. Ne duhet ta trajtojmë administratën publike si pasuri kombëtare. Që do të thotë ai që hyn në administratën publike në punë, 20 e ca vjeç, nuk del më derisa të plaket, po nuk gaboj në raport me ligjin. Sepse ai është kujtesë historike për institucion. Ke parti, e di çfarë ndodhi internet këtu? Kishim bler pompa hidraulike ne e pajisje për të shpëtuar njerëzit nga rënojat, i kishim të gjitha, i kishim të reja. Nuk dinim ku i kishim lënë se kishim ndruar magazinierin. I gjetëm pasi përfundoi procesi i nxjerrjes së njerëzve nga gërmadha. Kjo është vërtet. Të lutem, verifikohen. I kishim të gjitha. Ndoshta jo shumë, po për atë momentin e parë që duheshin, si me thënë, 48 orët e para sa na erdhën miq e shok na ndihmuan në vende të tjera, i kishim. I gjetën në magazinën filan që i kishin lënë punojësi filan se e kishin ndruar. Më kupton? Dhe nuk dinin ku qenë pajisjet. Tani këtë duhet të ndrojmë. Duhet të krijojmë institucione që funksionojnë mbi kujtesë institucionale. Njerëz që dinë, sepse kanë 30-40 vjet që punojnë aty.
e din ku është një gjë, ku është tjetra, dhe kur ja lën trashëgimi vendin e punës në kuptimin e kalojnë stafetën te tjetri, e kalojnë stafetën pa traumë, jo të ikin se i hoqi partia, po të ikin sepse i erdhi koha për të ikur në bazë të ligjit për pensionin e mera dhe mera. Kjo s'do të thotë që të lëmë ata që vjedhin aty, por jo dhe ta trajtojmë administratën si gjë xhepi. Më pëlqen mua të heq, më pëlqen mua s'të heq. Jo kështu. Jetojmë në një vend jo normal. Nuk kemi pse silemi si njerëz normal kur jetojmë në një vend jo normal, për sa i përket. E pra, po pikërisht pra duhet ta bëjmë normal. Njerëzit normal unë nuk e di në të ka ndodhur ty, po mua më ka ndodhur që kam ndruar shtëpi kur erdha student për shkakun, se 1-2 herë. Dhe e gjeja shtëpinë siç e gjen një shtëpi që ka ndonjë student më parë. Tani njeriu që është njeri nuk hyn aty dhe thotë që shiko, kështu e gjeta. Hyn aty se do jetoj dhe e përmirëson, ku di unë. E pastron, i heq mykun, e lyen, e lan, e fshin, mungon doapi, blen një doap. Pra ti krijon ambientin për të jetuar më mirë. Në këtë drejtim, fakti që ka ardhur keq nuk do të thotë që ne duhet të vazhdojmë të jetojmë në këllirok. Duhet ta ndryshojmë këtë punë. Dhe më beso, dëgjoj shpesh që thonë hyni në politikë për interesa, po çfarë interesash mund të hysh në këtë lloj politike, se e para njerë është luftë aq e madhe dhe aq strapacuese, sa asi post që mund të marrësh nesër nuk ja vlen, më beso. Po ta marrësh thjesht për pragmatizëm. Është aq lodhje fizike, është aq strapacim, janë orë, e qindra orë, e mijëra orë jetë që të ikin, sa nuk ja vlen ajo. Po kjo është nevojë që të mos jemi thjesht qenie biologjike që hamë e shkojmë në tualet, po të jemi qenie që lën një farë gjurme në jetën e tyre. Dhe unë kështu e shoh, mund ta kem gabim, mund të ngjaj sikur them prava, po kështu e shoh. Kështu e shoh. E kuptoj. Atletik një nga damkat që ndjek Shqipërinë që për momentit kur busti ra është çështja e pronave. Ekziston akoma një pjesë shumë e madhe e popullsisë që i kanë pronat pa, po dëgjojmë, legalizuar apo i kanë legalizuar pa certifikata e gjëra të tilla. Keni ndonjë plan specifik për sa i përket kësaj? Të jap dhe një shembull të vogël, lutem. Ka edhe vende që unë duhet të frenohem pa nga përmendja e emrave, se nuk është nevoja të i fusim në bela më të madhe se sa janë, që e kanë të legalizuar, i kanë gjitha dokumentat paraprake, siç mund të kishte një individ që e ka marrë në 94-ën apo në 95-ën, edhe shteti tash i thot po, gjysmën ta japim nëse do për gjysmën tjetër të paguash lekët tjera shtetit që të japim dhe atë. Ka dhe kështu, nuk e diteni. Në vendin ton nuk ka pas burra shteti, ka pas njerëz që kanë konsumuar pushtet, për mendimin tim. Sepse shtetarët nuk shohin për të fituar zgjedhjet e radhës, shtetarët shikojnë për të ndërtuar perspektivën e së ardhmes për vendin e tyre. Po mendove si të fitosh zgjedhjet, ti do ndërmarrësh politika të cilat të prodhojnë vot, por nuk të prodhojnë cilësi. Kjo ka ndodhur. Ligji 7501 ishte një ligj për të prodhuar vot, por nuk u kujdes për të ndërtuar ekonomi bujqësore, sepse e fragmentarizoi tokën ripa edhe e bëri të papërdorshme, apo jo? Patjetër. Dhe e vrau bujqësinë shqiptare. Çfarë mund të bëjë një njeri me 1500 metra tokë në bujqësi? Është jo eficient, është jo konkurrues, është jo rentabel. Nuk ka rentabilitet. Patjetër, thjesht i bëhet bar për të ndërmarrë veprime të tjera. Nga ajo histori fituan ca njerëz që patën tokën në Bregdet e bën ndonjë hotel ose në Tiranë dhe bën ndonjë pallac. Pjesa tjetër, toka është djerë, shikoj Shqipërinë, ripa djerë, sepse e fragmentarizon aq shumë sa e bën të papërdorshme. Por kjo bleu përmes ligjit votën e qytetarëve ndër vite, sepse menduan që fituan diçka. Në fakt nuk fituan gjithë e kuptuan rrugës që thjesht ngelën peng. Se do kishin fituar më shumë nëse ajo toka do të kishte dalë në ankand në çdo zonë dhe në një fshat kishin drejt të blenin ata banorët aty dhe ca do merreshin me bujqësi, ca me zejtari, ca do merreshin me biznese, me farmaci, me radhë, ca do ishin këpucar, ca rroba qepës. Dhe në fund të ditës, këta që do merreshin me bujqësi do krijonin ferma të mëdha ku do punonin edhe pjesa tjetër, e do kishin marrë lek çdo muaj. Patjetër, do kishin të sigurt. Po, kishin vend pune. Ndërkohë ka 34 vite që rrin toka djerë dhe njerëzit ikin e punojnë ujin e grekut, edhe prashisin bostanin e italianëve. Po kështu është e vërteta. Patjetër. Kështu është e vërteta. Tani, ky është një ligj klientelist që këta e bën për të bërë vot, nuk e bën për vizion.
Ligji i dytë që kam bërë i tillë është ligji për legalizimet. Pse? Unë nuk kam qenë kundër legalizimeve, por mënyra si është bërë ka qenë klienteliste për të blerë votën e qytetarëve, jo për të zgjidhur hallin e vendit. Tani ne e pranojmë që në tranzicion u ndërtua në një mënyrë të tillë. Pa lejë. Po ti nuk mundet të veprosh me antiligjin për ta bërë ligj në një mënyrë që e dëmton këtë njeriu. Pse? Po ta shpjegoj shumë shkurt. U kanë tundur ato certifikata dhe u kanë dhënë ku kanë dash. Tani shko në zonat informale dhe shiko, nuk kanë te dera e shtëpisë trotuare. Del fëmia nga shtëpia në rrugë, ta shtyp makina, ka raste pafund që kanë ndodhur. Tani Po ka pasur unë shtëpinë time 18 vjet sa kam jetuar atje. Është identik siç po përshkruan. O të qenë bërë, pra gabuam po, hajde do legalizojmë, po do bëjmë dhe rrugë. Po do japim dhe kostot atyre që kanë ndërtuar e nuk u legalizojnë, që të mos i hedhim në rrugë të madhe. Po dhe rrugët duhet i bëjmë, dhe trotuaret, dhe shkollat, dhe parqet, dhe spitalet, dhe qendra shëndetësore. Tani çka ka ndodhur? Janë zona të tëra informale që kanë legalizuar në mënyrë pa dogan këta. Dhe ndodh që ato s'kan vlerë ekonomike. Pse? Po sigurisht po të kesh një vilë ti që nuk ka as trotuar, nuk ka as lulishte, nuk ka as kopësh, as çerdhe aty afër, të vlen 200.000 euro. Po të kishe këto që të mund do të vlen 1 milion euro. Apo jo? Patjetër. Dhe ajo që ka ndodhur janë manipuluar njerëzit duke bërë ligje të cilat kanë synuar votën në afat shkurtër dhe jo vizionin në afat gjatë. Tani ne këto nuk ish bëjmë dot më në fazën që janë. Por mund ti mjekojmë. Sepse po të shbëjmë ligjin 7501 ne sot, i bie ti fusim shqiptarët në një luftë civile dhe kjo do qe fatale për vendin. Nuk diskutohet, është larg qoftë. Po të shbënim ligjin për legalizimet në sot, i bie që të vendosim kushet pa drejta ata që si kanë legalizuar me ata që i kanë legalizuar. Për këtë arsye, ne kemi një vizion tjetër. Ne themi dëmi ka ndodhur. Atëherë çfarë mund të bëjmë për ta rikuperuar? Atëherë kemi 3 probleme. Kemi tokën 7501 që kanë marrë tokën por nuk kanë marrë certifikatat. Kemi ligjin për legalizimet që një pjesë të madhe nuk i kanë mbaruar. Kemi dhe ish pronarët që u shmar toka dhe nuk kanë marrë as lek as gjë. Tani për ta zgjidhur këtë problem të madh shqiptarëve ne duhet shtetin ta fusim në mes si amortizator. Dhe duhet ta fusim si amortizator me çdo kosto, le të jetë kosto sa të dojë, sepse vlen më shumë ruajtja e stabilitetit ekonomik, politik dhe social të shoqërisë tonë se sa çdo lloj buxheti. Pra ne duhet të mjekojmë këtë plagë. Për këtë arsye ne themi, ata që kanë marrë tokë me ligjin 7501, për 16 muaj ne duhet u japim gjithëve certifikata, duhet i marrim, nuk ka më kthim pas. Ata që kanë bërë ndërtime pa leje, duhet marrin legalizimet brenda 6 muajve, nuk ka më kthim pas. 3 muaj thot ligji, 6 mund që të jemi brenda. Pse s'ka më kthim pas. Tani ngelen këta që kanë qenë pronarët me të cilat janë bërë këto padrejtësi. Ish pronarët ju thuhet. Patjetër. Për këta ne duhet të japim një zgjidhje finale. Si? Keni dëgjuar ju që bëhet në vazhdimsi, thon mori kaq 1000 metra, qindra mijëra metra filani si investitor strategjik në anë të detit me 1 euro? Atëherë unë them, do me thënë tokë paska në anë të detit, për ta dhënë te këta me 1 euro strategjikët. Ne jemi që të shfuqizojmë ligjin për investimet strategjike deri ditën që përfundon procesi i kthim konversimit pronave. Dhe të gjitha tokat në Bregdet, që janë të mira, që mund të zhvillohen për efekte turistike, të marrim, të bëjmë 2-3 plane turistike, zona përqendruara, dhe të themi, janë 3000 hektar këtu, po sa ka privati? 1000 kanë, shumë mirë. 2000 janë të shtetit. Sa duhen rrugë, shkolla, spitale? Duhen edhe 500 hektar. Ngelen 1500. Atëherë, të bëjmë një plan zhvillimi për të bërë një zonë të re turistike këtu. Dhe këto 1500 hektar në këtë zonë, përmes një VKM-je të posaçme dhe ndryshimit të ligjit, të bëjmë një hartëzim të konvertimit. Çdo me thënë. Nëse ti ke pas 10 hektar tokë në Dibër bujqësore, të cilat janë ndarë me ligjin 7501 apo janë bërë shkolla, spitale, ti si merr dot më, ne themi, ore, këto 10 hektarët në Dibër, ti mund i konvertosh me 0,05% në Bregdet, me leje zhvillimi gati, dhe t'japim 5000 metra, 5 lymë. Po merr 5 lymë në anë të detit, në një zonë ku ti mund të hapësh për ndërtim, normalisht. Po. Po nëse ti e ke pas në Berat, pra e ke diku më afër që ka më shumë vlerë, ne ta njohim me koeficientin 0,1 që do të thotë për 10 hektar me 1 hektar. Po nëse ti e ke pas në Borsh në anë të detit apo në Dhërmi, ne ta njohim 1 me 1 që do të thotë 1 hektar ke pas 1 metër. Aq sa ke pas, sepse e ke pas Bregdetit.
Kjo është formula e parë, po këtë nuk do e kesh detyruese, do e kesh zgjedhje, një nga zgjedhje. E zëm se nuk do këtë, do ta marrësh në para, atëherë ne të themi hajde këtu po. Do të ta njohim me vlerën e referencës sot, me zërin kadastral që ka sot, se e di si u japin këta sot, me ligjin sot. U thonë do ta japim me referencën që ka toka sot, po me zërin kadastral që ka pas në 45. Çdo me thënë, në 45-ën ajo ka qenë tokë bujqësore. Toka bujqësore me referencën sot mund të vlej 3.000 ose 5.000 lekë vjetra metri. Ndërkohë sot ajo nuk është tokë bujqësore, ajo sot është truall sepse është zgjeruar qyteti, është bërë zonë turistike, ndërtohet. Dhe ai praktikisht ta shpronson për herë të dytë në mënyrë të padrejtë. Ne themi jo. Zërin kadastral që ka sot me vlerën e referencës sot, jo të tregut, të referencës së shtetit. Po patjetër. Ato mi të paguan tatimin. Që të jemi të qartë. Normalisht. Se vlera e tregut është shumë subjektive. Referenca është ajo që paguan tatimin në fund në shtet. Pikërisht. Dhe ne themi sa ka referencën kjo si trua, ka 100 euro, po me këtë do ta njohim. Por me kushin që nëse zgjedh para, pra jo tokën në natyrë konvertim, do të ta japim në 10 këste, në 10 vitet që vinë 10% çdo vit. Pra 10% vitin e parë, 10% vitin e dytë, deri vitin e 10 sa të plotësohet 100%. Sepse ne nuk mund ta falimentojmë shtetin, ne na duhet që çojmë dhe ilaçe në spitale, bëjmë dhe rrugë, bëjmë dhe shkolla, po të zgjidhim dhe këtë hauin e këtyre njerëzve të pronave. Formula që ne propozojmë do të jetë aty që kur bëhet fjalë për marrje në natyrë, pra konvertim, ti si qytetar të fitosh diçka më shumë se sa vlera në para. Pra, nëse do e zgjedhësh në natyrë, të kesh mundësi të fitosh 1,5 milion euro, nëse do e zgjedhësh në para, të kesh mundësi të marrësh 1 milion euro. Pse? Që ta shtyjmë qytetarin të zgjedh në natyrë, që shteti mos rëndohet në buxhet. Ky është vizioni që kemi ne për buxhet, po edhe të zhvillohet, të ketë plan, të punohet më shumë, të prodhohet më shumë, diskutohet. Se kemi këtyre zonave me studime të mira, ku fillohet, ai pronari që do e marrë do të jap me përqindjet e dikush që e ndërton. Dhe ne themi këta strategjikët të mos e marrin me 1 euro nga shteti. Por nëse duan të ndërtojnë e zhvillojnë zona, të shkojnë te këta pronarët që e marrin tokën si ish pronara aty dhe të gjejnë llafin dhe ta ndërtojnë. Dhe kjo do të hap fronte pune, kjo do të sjellë zhvillim, kjo do të zgjidhë këtë konflikt të madh social, po kjo do të krijojë edhe biznesit bindje që në Shqipëri nuk ka më konflikt prone, nga ana tjetër do krijohet në shoqëritë standardin që shiko, mos ja merr pronën njeriu, se një ditë do ta kthesh në një mënyrë ose në një tjetër. Kjo është më e rëndësishme. Kjo është më e rëndësishme nga të gjitha. Pra, shoqëria jon duhet marrë dhe mesazhin që edhe pse kaluan 80 vjet nga dita që ju mor prona atyre, një ditë prona kthehet, nuk humbet, kështu që më mirë mos e merr, secilin pronë vet, edhe gjithë në rregull. Edhe shteti në rregull, edhe individët në rregull, dhe besoj që kjo është zgjidhja finale. Dhe un kam një për ta mbyllur këtë pjesë, un kam një parim. Un nuk jam ish pronar, nuk kam trashëguar gjë. Por gjatë shkollimit tim në fakultet drejtësisë, sa më shumë lexoja që nga e drejta romake deri sot, bindesha që ka vetëm një mënyrë se si shoqëritë mund të zhvillohen dhe mund të krijojnë begati dhe prosperitet. Është parimi prona ime adheu im, që do të thotë një njeriu që ti më vjedh pronën, i merr pronën e lë pa adhe praktikisht. E lë pa shtëpi, e lë pa dashuri për tokën e tij. Domethënë sepse njeriu duhet të ketë lidhje me atë tokë, duhet të ketë lidhje shumë dimensionale, shpirtërore, ekonomike, pronësore, në çdo drejtim. Kështu që ne duhet të vendosim standardin që drejta e pronës nuk humbet. Nuk humbet, të kaloj kohë sa të doj. Prandaj e bëjnë këta kështu siç e bëjnë, se i duan gjithë i kenë manekine edhe zombi, prandaj. Adriatik, ne prekëm shumë nga temat sot, po për formalitet më shumë, por në fakt edhe për kuriozitet, edhe pse pak më përpara më the që do publikohet këto ditë. Unë prap do kisha dëshirë të më tregoje pak për pikat më kryesore me të cilën Shqipëria bëhet llogaroj. Po pika kryesore e programit ton dhe kapitulli me të cilin nis është arsimi, sepse ne të gjithë një zëri kemi dakordsuar në këtë ekip që kombet mund të zhvillohen vetëm fal arsimit. Dhe të gjitha pjesët e tjera janë derivate të arsimit. Në këtë drejtim, unë po të them disa referenca sot për të kuptuar ku duam të shkojmë nëse një ditë e kemi ndo. Sot jemi 2.39% e prodhimit kombëtar këtë vit shkon për arsimin. Ndërkohë ka pas vite ka shkuar deri në 2.8% në Shqipëri. Ndërkohë Kosova e ka 4.6%. Ndërkohë mesatarja e vendeve të BE-s vërtitet diku te 5% e prodhimit kombëtar. Që do të thotë ne jemi vendi me buxhetin më të ulët për arsimin në Europë. Dhe ne këtë e konsiderojmë gabimin më të madh dhe më fatal.
Ne në 24 muaj, nëse një ditë e qeverisim këtë vend, nëse synojmë që buxhetin për arsimin ta çojmë në 5% prodhimit kombëtar bruto, duke kapur mesataren e vendeve të BE-s, dhe në 48 muaj synojmë ta çojmë në 7% prodhimit kombëtar, duke e kthyer në lider në nivel Evropë sa i takon financimit. Pse? Duhet 7% për disa arsye dhe duhet 7% të paktën një 10 vjeçar. Përse? E para sepse duhet të mbushin boshllëqet e 34 viteve që ka shkuar në mjerim arsimi. Sa i takon infrastrukturës, pagesës së mësuesve, krijimit kushteve që njerëzit kthehen dhe të gjejnë kushtet e duhura në sistemin arsimor, dhe këto duan para. E dyta, sepse historia botërore na mëson që të gjitha vendet që kanë dashur ta lënë mjerimin dhe e kanë lënë mjerimin, kanë kaluar përmes këtij mekanizmi. Shiko rastin e Suedis, rastin e Izraelit, rastin e Singaporit, rastin e Kostarikës, janë vende të cilat e kanë mbajtur buxhetin për arsimin 7% deri në 9.4% në vit, dhe ja kanë dalë që të kalojnë nga vendet e varfëra të botës në vendet më të zhvilluara të botës. Për shembull, rasti i Singaporit është rast tipik. Po, është shumë spektakolar. Nga vendi i tretë më i varfër i botës, kaloi në vendin e tretë më të pasur të botës në 7-8 dekada, sepse investoi fuqishëm në arsim. Në këtë drejtim ne duam të bëjmë këtë gjë. Çfarë do bëhet me këto lekë? Se nuk janë pak para 7% e prodhimit kombëtar, janë shumë para dhe në Shqipëri. E para njerë duhet përshtatur infrastruktura arsimore që shkollat mos jetë më nga ora 8 deri në orën 1 me detyrim, pra thjesht orari detyrueshëm. Po ne duam që shkollat nisë orën 8 në mëngjes, të përfundojnë orën 1 dhe këtu mbaron detyrimi. Nga këtu prindi mund ta marr, por shkolla lejon dhe mundësinë që mund ta lërë, si nga ora 1 deri në orën 2 të jetë vafti i drekës, ku fëmia ushqet sipas standardeve më të mira, me dietolog, me dietat përcaktuara nga Ministria e Shëndetësisë, duke evituar këto picat, byreqet, gjitha pisliqet lart e poshtë. Patatina, ato pisliqet molto dhe merat. Dhe nga ora 2 deri në orën 5, të jetë ajo që në botë njihet si after school, ku fëmijët i kryejnë detyrat në shkollë. Dhe në orën 5 prindi ka komoditetin shkojë dhe ta marrë fëmijën pasi përfundon punën dhe ta çojë në shtëpi dhe fëmia luan me të afërmit, me vëllezër, motra, me prindit e merat. Manë, zoti i madh, shqyr që e tha njëri sa e vështirë pas ka qenë për të kuptuar, mos nuk ka mundësi. Unë jam sot 28 vite nuk e kam dëgjuar nga asnjë person në politikë, nuk e di sa e vështirë pas ka qenë. Pse është e rëndësishme kjo? Sepse ki parasysh që sot jashtë shkollave rrin gjyshër të cilët presin fëmijët në orën 1. Janë kthyer në datë. Ose prindër që njëri punon, njëri rri pa punë se s'kan ku e lën fëmijën se në orën 1 do marr fëmijë. Ne duam ta heqim këtë siklet, duam që prindit të jetë i qetë gjatë punës, të vejnë në orën 5 të marrë fëmijën pasi ka përfunduar punë. Dhe kjo na krijon trafik në Tiranë për shkakun. Ky fakti që në orën 1 duhen marrë fëmijët, të gjithë vrapojnë dhe krijojnë trafik. E dyta, ka fëmijë shumë të zgjuar që i kanë prindrit jo të aftë në deg të caktuara, për shembull në matematik ose në gjuhë. Tani ti nuk mund i vendosësh fëmijët në një trajtim të pabarabartë. Ti duhet që fëmijët ti të vendosësh trajtim barabartë, që në shkollë ti bëjnë detyrat me mësues kujdestar dhe të kenë mundësi të njëjta shkollimi. Të gjitha këto na bëjnë që të investojmë në këtë drejtim. Dhe pika tjetër në arsim që ne parashikojmë që do e reformojë totalisht sistemin tonë është drejtorët e shkollës. Ne sot i kemi politik. Drejtorët e shkollës zgjidhen nga drejtoria arsimore, të cilën e komandon Ministria e Arsimit. Patjetër. Ndërkohë ne fusim propozimin. Ç'punë ka Ministria e Arsimit me kush është drejtori i shkollës 8 vjeçare në Saran, 9 vjeçare në Saran? Ç'a punë ka? Ne themi jo. Regjistrohet fëmia në shkollë, regjistrohet te komuniteti i prindërve. Pra ai fëmia ka 1 ose 2 prindër. Edhe voton atje, po. Mblidhen prindit dhe votojnë nga gjithë trupa arsimore e shkollës dhe votojnë mësuesin që e duan drejtor 4 vjet ose drejtoresh. Një antar, një vot. Çdo prind ka votën e vet. Hëm nëna, hëm babai. Dhe zgjidhet mësuesi më i pëlqyer drejtor shkolle. Kjo na krijon mundësinë që ne ta ndajmë përfundimisht shkollën nga politika dhe të mos trajtojnë mësuesët si trupe elektorale apo si zgjatime politike. Të gjitha këto janë reforma që ne i mendojmë që e bëjnë Republikën tonë një republikë shumë më të mirë se kjo që është sot. Absolutisht shumë më të mirë. Ne kuptoj. Unë kam një pikë të fundit që doja të flisnim pak së bashku, duke luajtur rolin më shumë të një ndërmjetësi. Për sa i përket votës së diasporës dhe mundësimit të saj edhe punën e zellshme dhe të pamundur që ju e keni bërë gjatë gjithë kohës.
Një disa episode më përpara kisha në podcast Florian Hashka edhe diskutuam pak që më tha se sa mirë keni bashkëpunuar përpara, sa gjëra të mira keni bërë së bashku, se ke qenë edhe frymëzim për shumë aktivizma të ndryshme. Dhe pastaj më tregoi edhe pak që nuk i vinte mirë se si ishte lënë e gjithë puna dhe mundi i diasporës për Shqipërinë e lirë jashtë retorikës publike. Jo se kjo e anullon të gjithë punën që ata kanë bërë, por sepse prisnin që nga të rinj, domethënë, bashkëmoshatarët, po edhe me shumë mundësi me të njëjtat ideale, të sillnin një frym të re ku t'i jepi Cezari çeta kon Cezarit. Bëre mirë që më pyete, unë e ndoqa atë episod, atë pjesës. Kam qenë në udhtim kur e kam ndjer, i shkrova dhe Florit në fakt. Flori ishte nga njerëzit që unë e dua në këtë. Se jo të gjithë kemi kohë t'i duam opti njojnë. Përshëndetje Flori. Absolutisht e përshëndes. Bëm pjesë të njerëzit që unë e dua në këtë. Është një mik imi që e kam njohur në terren. Flori kur tërmeti ishte nga të paktët që më kontaktoi si fillim dhe ne po bënim ato shtëpitë me kondenier dhe Flori erdhi dhe u bashkua dhe investoi për të bërë 2 më duket. Nuk e mbaj më të saktë, o 1 o 2, po 2 më duket, 2 shtëpi. Të cilat kemi shkuar bashkë, kemi çuar në fshatat më të thella të malësive të Tiranës. Mandej Flori, duke qenë se kaloni pjesë të kohës në Imar, ne gjatë pastrimit të detit jemi koordinuar dhe vinte dhe kemi bërë pastrime deti bashkë të gomave. Është nga ata djem që unë i vlerësoj shumë. Por në këtë rastin e votës së diasporës, unë edhe e kam folë me të, ka një keq kuptim besoj nga ana e tij. E para njerë, këto janë fakte publike. Unë mund të çoj mbi 20 emisione apo aktivitete publike, takime që unë bëj në diasporë, ku unë e përmend kontributin e lëvizjes Diaspora për Shqipërinë e Lirë dhe meritën në këtë proces. Absolutisht e them gjithmonë dhe e them dhe këtu. Flora Hashkaj bashkë me me profesorin tim të së drejtës kushtetuese Klodian Radon dhe një grup të tjerë që unë nuk po i përmend se ata janë shumë, ndoshta disa si majmën po. Klodin e përmenda se e kam pas profesor. Ka ndërguar në gjykatë kushtetuese çështjen e votës së diasporës. Pa të cilën do ishim fare këtu. Si çështje. Eksakt, pra eksakt. Po e them unë këtë gjithmonë, po tani, po unë nuk mund ta vaj në qafë këtë si pankartë ta. Po të le të shprehesh, të ndërpreva. Më vjen keq, unë po e them, mund të çoj 20 emisione që e kam thënë, po tani çfarë të bëj unë tani? Të dal me pankartë mes Tiranës? Nuk dua emisione, do thjesht dua të kuptoj mendjen tënde, nuk më interesojnë mua emisionet, thjesht dua ta di. Dhe kanë çuar në gjykatë kushtetuese dhe kanë bërë një fituar një vendim historik. Ky vendim kishte 12 muaj kohë për tu zbatuar. Të gjithë kemi pritur me kërshëri që të zbatoj, por nuk u zbatua. Dhe në 9 janar të vitit kaluar. Në momentin që nuk u zbatua, ne, Lëvizja Shqipëria Bëhet, bashkë me një ekip avokatësh që janë pjesë e ekipit ton, kemi punuar një projekt ligj për votën e diasporës. Pra nuk e lam në vullnetin e atyre më. Kaloi afati përcaktuar nga vendimi, se zbatuan, e shkruajtën vetë projekt ligjin. Në vend që ta bën e kuvendja e bëm ne. Tani këtu ka lidhje keq kuptimi sepse Flori bashkë me zotin Rado dhe me të tjerë kishin shkruar një projekt ligj dhe e çuan dhe e depozituan. Tani në momentin që ata e shkruan dhe e depozituan, nuk njoftuan asnjë nga ne. Unë kam prit që të njoftonin, nuk njoftuan dhe kishin bërë një projekt ligj që pasi ne e lexuam, pam disa pjesë që mungonin apo që duheshin adresuar ndryshe në gjykimin ton subjektiv, që mund të jetë gabim. Patjetër. Dhe ne shkruam një projekt ligj tjetër, sepse dhe mënyra si ata e dorëzuan që në gjykimin ton jo e duhur. Sepse e dorëzuan me një grup të përcaktuar deputetësh. Ne shkruam, që të mos paragjykoj, ne shkruam një projekt ligj që ezauronte sa gjëra të tjera që nuk ishin adresuar, ose ndryshonte një pjesë gjërave që ishin adresuar në një mënyrë të caktuar, dhe e nisëm procedurën dhe ja nisëm 140 deputetëve, të gjithëve, pa përjashtuar asnjërin që të mos e paragjykonin procesin. Pra të mos thoshim që e soi e djatha, e majta, ku diun. Dhe të dy projekt ligjet, se kështu thot ligji,
bashkohen në të njëjtën procedurë. Pra nuk është se i bëjnë konkurrencë njëri tjetrit. Praktikisht bashkohen në të njëjtën huj procedurë parlamentare. Dhe nuk kisha si gjithë keqe kjo. Pasi asnjë nga deputetët nuk e adresoi projekt ligjin, pra nuk e mori që ta kalonte për votim në parlament, në komisionin përkatës të ligjeve dhe në parlament, ne dolëm dhe mblodhëm 21.000 firma, sepse kushtetuta parashikon që një projekt ligj mund të propozohet nga një deputet ose nga 20.000 zgjedhës. Ne donim që të jepnim fuqi morale gjës, pra nga qytetarët, dhe dolëm dhe mblodhëm 20.000 firma. I quam në kuvend bashkë me projekt ligjin. Në korrik të vitit kaluar, ato hodhën në votim, në komision, unë kam qenë aty e kam mbrojtur projekt ligjin, dhe një pjesë e madhe e projekt ligjit tonë është pranuar dhe është bashkuar dhe me ndryshimet që bën deputetët aty të gjitha palëve, dhe u miratua i ligj që u miratua. Tani, unë e kam thënë dhe e them gjithmonë këtë histori kështu siç ka ndodhur, por ju duhet keni një gjë parasysh. Nuk ka pronësi mbi kauzat. Kauzat nuk i përkasin asnjë grupi apo asnjë individi. Saktë. Po. Vë nga një tull në murin e një kauze pa u munduar të shbëj tjetrin. Unë nuk e kam mohuar kur kontributin e pamohueshëm të tyre. Po nga ana tjetër, nuk mund të trajtohet kauza sikur është punë e dikujt. U çuan nga ata deri në një pikë, ata menduan të ndiqnin një rrugë, ne ndoqëm një rrugë tjetër. Ne dim që projekt ligji që çuam ne në 80% të vetën është pranuar, se janë pamjet në komisionin parlamentar, është votuar me 19 vota pro dhe ka kaluar para dhe dim që mblodhen 20.000 firma qytetarësh. Le të dali dhe një gjë tjetër. E kam ftuar Florin bashkë me grupin e fjalë dhe i kam thënë hajde e bëjmë turin e diasporës bashkë që në fillim. Këtë që po bëjmë ne tani. Hajde. Ku keni ju më shumë kontakte do vim ne si guest të ftuar, ku kemi ne do vini ju, s'ka problem. Nuk u bë, nuk e di pse, nuk them dot arsye, nuk ka një arsye, nuk u koordinua dhe vazhduam. Por siç unë pranoj kontributet dhe meritat e atyre, është e pa drejtë që dikush të thotë nuk ja fal këtë gjë, po pse ka një kauzë personale, ka një, domethënë nëse luftojnë 10 veta që të mos vinë plerat në Shqipëri. Tha edhe ja fal, tha pastaj se ishte metaforë, ishte mënyrë të shprehurit, nuk ishte. Kam dakord me anë, tani u të thash, bën pjesë, po të thosha nuk ta thosha tani se këto ngelen. Është nga ata djem që dua po të them edhe një herë. Por tani nuk e di çfarë mund të bëj më shumë, se unë shkoj në Milano e përmend. Diaspora për Shqipërinë e lirë ka bërë këtë. Pastaj them kemi bërë dhe ne këtë tjetër. Po që ne kemi bërë këtë gjën, kjo s'ka asnjë dyshim se është fakt publik dhe është nuk ua mohon njeri atë. Po atëherë për sa kohë ne nuk i mohojmë kontributin palës tjetër, ku është problemi? Se unë nuk e kuptoj dot. Asnjë lloj problemi s'ka, they lived happily ever after. Nuk kanë pronar. Do me thënë, është si të them unë, ne kemi luftuar për hapjen e listave dhe çuam një projekt ligj i cili u refuzua, shkuam gjykatë kushtetuese u refuzua dhe nesër ta miratojmë dhe të vinë ca të tjerë të bashkohen për ta miratuar dhe ne themi jo, kjo është jona, po nuk funksionon kështu. Unë nuk dua të gjykoj asnjëri, absolutisht jo. Po nga ana tjetër, po kauzat nuk janë pronë e dikujt. Kauzat janë bashkim grupesh që imponojnë një qëllim edhe kaq. Kjo është nuk mendoj që është një keq kuptim i kod dhe mendoj që nuk vlen, domethënë. Ashtu më duket edhe mua. Më duket si një keq kuptim, po ma ha mendja me kohën shëron çdo gjë. E njoh meritën e diasporës për Shqipërinë e lirë, të Florian Haçkës, të Klodiana Ados, pikë e presje siç e kanë bërë për të miratuar votat e diasporës. Ata janë autorët e fitimit kushtetuese të atij vendimi, por nga ana tjetër, secili prej tyre duhet pranoj faktin që ai vendim deri në 9 janar nuk u zbatua dhe ne ndërmorëm një procedurë të mëvonshme që e çuam procesi përpara për pjesën tonë. Edhe ata e kanë çuar për pjesën e tyre, kjo është kaq e thjeshtë. E kuptoj. Më pëlqen kjo biseda kështu, se zakonisht njerëzit e kanë përshtypjen që Adriatiku është shumë i agravuar, duket kështu gjithmonë i nxehur, gjithmonë buçitës, plot energji, domethënë, kurse ne patëm një bisedë jashtëzakonisht shumë mirë. Unë nxehem me këta surrogatot që kanë çfarë se me njëri tjetrin do të dihemi ne, po ne s'kemi arsye. Unë e ndaj të thash që në fillim, nganjëherë mungesa e komunikimit bën që të ndërtohen mure dhe para gjykime, më kupton? Është kaq e thjeshtë. Njerëzit ndaj duhet ulen, duhet ta dëgjojnë njëri tjetrin, nuk duhet ta paragjykojnë, po duhet ta gjykojnë.
Nuk duhet ta shohim si një interes të ngushtë politik, po duhet ta shohim si një kontribut që ta bëjmë më mirë, se po të qep për ta parë thjesht si luftë politike, unë nuk i bia ka gjatë. Shkoja bëhesha me këta që janë, e rria rehat, e përdorja talentin tim që kam në disa fusha për të folur edhe për të kuptuar gjërat, do dalë ndonjë do thotë si ja një meritat vetes, po ja njohim ca meritat Jo, vetes. ja njohës meritat se s'bën vetes, se në këtë dynja po si ja njohë vetes harrohet se ti marrin. Nuk i bia ka gjatë, po ne po i biem ka gjatë, sepse na duhet që të sjellojmë modele të reja. Patjetër. Çfarë do bëjmë? Do zihemi, do shahemi, do bëhemi bal dynja, por nuk e dua kështu. Unë personalisht u mora këto 8 muaj që kaluan, sepse me shpirt doja që ta bëja këtë gjë bashkë me ta. Nga momenti që kuptova që nuk duan, e kam mbyllur atë kapitull dhe nga unë do të dëgjojmë vetëm fjalën e mirë deri ditën që ndonjë nga këta ka pushtet. Ditën që ndonjë nga këta ka pushtet, do përballem dhe me të, por deri ditën që ka pushtet, do vazhdoj në rrugën time, nuk merrem më. As ma dëgjojmë emrin. Pyetja e fundit përpara fjalës mbyllëse, më qira fjalat e pushteti. Shpresoj të mos jesh si Gjermanët për momentin, domethënë që ka vënë këtë murin e zjarrt për të mos bashkëpunuar. Beson se do kishte konsensus brenda Shqipëria bëhet për të bashkëpunuar dhe me Partinë Demokratike, nëse kjo do përkthej direkt në formimin e një qeverie 3? Unë ditë të them që ne kemi nisë të rrugë për të ndarë çapin nga sheqeri. Ne do të shkojmë, një gjë është e sigurt që ne jemi në këtë rrugë për të dhënë një alternativë. Pastaj, nëse qytetarët gjykojnë që ne i duhemi, nuk i duhemi fare, zero, nuk do na japin gjë. Nëse mendojnë që i duhemi disa mandate që të bëjnë një opozitë gricëse në kuptimin të jenë aty në parlament për t'i dhënë gjyra, do na japin aq. Nëse mendojnë që ne duhet jemi një opozitë shumë e fortë që të bëj opozitë reale në këtë vend, do na japin shumë mandate, po do na lënë në opozitë. Nëse mendojnë që ne duhet ta qeverisim këtë vend, do të na çojnë në pushtet. Historia botërore ka treguar që çdo gjë mund të ndodhë. Ne do zbatojmë vullnetin e qytetarëve. Në këtë rrugë kemi hyrë për të mos bërë koalicione me ata që kanë sjellë Shqipërinë në këtë gjendje. Do ndjekim rrugën e gjatë. Në politikë ta thash jemi për të dhënë modelin ton, jo për të sharë të tjerët. Nëse shqiptarët gjykojnë se janë mirë, le t'i mbajnë. Nëse gjykojnë se u duhet një ndryshim, ja ku na kanë. Nuk kemi hyrë për të bërë kricësit si të them ata që krijojnë gjurdinë e radhës në këtë vend, kemi ardhur thjesht për idetë tona kaq. E kuptoj. Atëherë miku im të ftoj për fjalën mbyllëse, duke ta bërë një pyetje goxha të thjeshtë, duke anashkaluar faktin se nuk duhen votuar të vjetrit dhe që me shumë dëshirë nëse s'të pëlqejnë ty personalisht ose Shqipëria bëhet të votojnë të rinjt. Pse duhet që një shqiptar brenda apo jashtë vendit të zgjedhë Shqipëria bëhet? Nuk e thash të vjetrit në kuptimin e moshës, më mirë kupton. Të vjetrit e politikës e kam, po. E thash në kuptimin e produktit që ne kemi nga ky model politik. Pse duhet, për çfarë arsye do duhet na votoni ne Shqipëria bëhet? E para njerë sepse unë do doja të na votonin për idetë që po sjellin. Sepse po sjellim ide inovative, transformuese për gjithë sektorët. Dhe po sjellim ide që janë të aplikueshme, jo prama me mbret. E dyta sepse ekipi që punon te Shqipëria bëhet është një ekip njerëzish profesionist të vetë realizuar në jetë, që janë shumë të spikatur në fushat përkatëse në komunitetet ku punojnë, janë të fushave të ndryshme dhe nuk kanë konsumuar ndonjëherë pushtet. Dhe e treta, unë mendoj që njerëzit duhet të jenë shumë të zgjuar dhe duhet të balancojnë këtë vend. Në këtë vend sot, edhe njerëzit që mendojnë që kanë fuqi nuk i pyet kush. Biznesmen të mëdhenj rrin aty, nuk i pyet kush, harrohen. Sepse nuk ka përballë një forcë që të balancoj pushtetin e këtyre që janë sot. Ndaj sillen me ata arrogancë. Dhe çdo njeriu të zgjuar do i duhej që t'i vendoste balancë çdo lloj pushteti. Kështu që në mos na besojnë për të qenë ne që tani njerëzit që udhëheqin Shqipërinë, sepse duhet kalojmë dhe ca prova të tjera, dhe unë e mirë kuptoj qytetarin se varet. Pra, ti provojmë një herë me X pesh, pastaj shohim pak më tutje.
është e sigurt që ne i duhemi Shqipërisë për të kryer një balancë reale në vend. Për fjalë mbyllëse, miku im, mund të uroj jashtëzakonisht shumë suksese për gjithë lëvizjen që ke krijuar dhe që po e ushqen si një fëmijë të vogël bashkë me të gjithë ata që bëjnë pjesë, thënë Luana, Dona, domethënë që për mendimin tim janë figura jashtëzakonisht shumë të mira dhe unë personalisht sugjeroja gjithë secilit dhe mbi të gjitha të uroj energji. Uroj që të kesh energji të vazhdosh përpara edhe nerva, se këto të tjerat pasaj me sa duket i pas keni të formuluara, i pas keni vënë të gjitha pikat mbi i, pas keni çdo gjë në vijë, kështu që besoj që ju duhet energji për të vazhduar përpara dhe për të mos u shëmbur kundër presionit të çdo lloj intrige apo zhvillimi politik. Është një rrugë e vështirë. Unë sot për shumë mora vesh, se bëra një shkresë për të parë gjendjen juridike për këtë aplikimin që do bëjmë për zgjedhjet që vijnë. Mora vesh që vitin e kaluar në tetor, më pas kishin kauzuar e kish vendosur prokuroria të mos e vazhdonte hetimin, e s'm kish njoftuar njeri, si duket këta që na duan të mirën, kupton? Pra presione të çdo lloji, goditje të çdo lloji, po nuk ka problem. Ne do ecim përpara, sepse qëllimi është madhor. Ta thash dhe po e them edhe një herë për herë të fundit, unë besoj te modeli politik i ideve. As kam hedhur ndonjëherë balt, as do hedh kur balt, as jam marrë me familjet apo njerëzit e ndonjërit, as nuk do të merrem ndonjëherë. Duam të sjellim politikës shqiptare një ekip njerëzish që hap një kapitull të ri, që merret me idet, e që konfliktohet për idet, e që zihet për idet, nga mëngjesi deri në darkë, po vetëm për idet. Vetëm për mënyrën se si e mendon, për ta bërë më mirë. Kaq. Ky është modeli që ne duam. Patjetër. Edhe unë uroj jashtëzakonisht shumë suksese. Adriatik, shumë faleminderit që heqët kohën të bisedoje me mua sot në Buçi Podcast. Ju uroj gjithë mirë. Nuk që do e bënin po tani rrugëve. Rëndësi ka që ndodhi, e kupton? Çdo gjë tjetër. Patjetër, me shumë kënaqësi. Patjetër, do ishte kënaqësi për mua. Deri atëherë, jashtëzakonisht shumë suksese dhe forca. Natën e mirë. Buçim në Bu, CHI. Bu, CHI podcast.